ka sprovë që sprovohet me të robi, e që nuk i vendoset të sprovë një pikë e dëshin të Allah xhallahu ala, e që nuk e tretë. Nuk ka sprovë në dunja. Çdo sprovë na duket e rëndë pa Allahun. Çdo sprovë me Allahun xhallahu ala s'është kurrë gjë. Nga se kush e ka dërgu këtë? Ai që më dën. E ai që më dën, a ma ka dërgu me myt a për të mirën tem? Për të mirën tem, vallahi. Çka i vjen Allahut azza xhel me smut dikon? Kurrë vallahi. Çka i vjen Allahut azza xhel me varfnu dikon? Kurrë gjë. Psa mos ka shnet pak e duhet me bë balans, duhet mi smut do se tani ton shnon rina? Ha? Ka shnet, s'ka për ton. Tash duhet mi smu një milion halk, mi smu për mujt tjerë me pas shnet. Tani kur këta që me shnet kanë konsumu ball, i smujmë këta balans me, a bën Allah kështu balans? Jo, Allah, me ka shnet ton, këtë njerëz mi shnosh. Kur mos më smu ka Allah shnet ball mi dhon halku ta. Kur Allah dikon e varfnon, a bën balans? Sikurse tash po bojnë shkurtime buxhetore apo shumë shtete, duhet me shkurtu, se s'na dal për të ton. Halku njerëz bojnë shkurtime. Te Allah s'ka shkurtime. Nuk kanë Allah këtë, ku më jap shumë të do të tanol pak se s'po dal për ata. A ka kështu? Jo vallahi. Ja. Mi po të sprovon për një mesazh caktuar, më thon. Dan. Nëse je musliman, je besimtar, je në rrugën e tij, ata ka qiu smunje, ta ka qiu varfrin, ta ka qiu një sprov çfarë do kopi sprov dunjas. Dije se po dan. Mas besimit në Allah xhallahu ala. Në qoftë se këto më në rregull, në qoftë se sprova që ka ardhur, besimtarin e ka ruajt stabil në fenë e tij. Madje i ka mundsu mu lidh me Allahun më tepër, dije se është shenjë e drejtë për drejt se Allahu të ka dashur me këtë provë. 100%. Nga se ta ka dhënë fen përmes së provës. E në qoftë ta ka dhënë fen përmes së provës, ta ka ato që ai don më shumë. Pra ai të ka dashur, ta ka dhënë ato që ai don.